e zgjedhjes. Linord Gërmonji, po afrojnë zgjedhjet e brendshme në parti dhe në forumet drejtuese. A do të ketë një hapje më të gjerë të Partisë Demokratike ndaj shoqërisë civile, profesionistëve, akademikëve dhe figurave të reja publike? Po, Partia Demokratike do të realizojë një hapje të re dhe në rast se më pyesni ju mua, ky program, ky kuvend që mblidhet do ketë si objektiva madhore ripërtritjen e partisë, programin e saj modernizimin e partisë. Një parti moderne. Këto do të jenë shtyllat kryesore dhe natyrisht kryengritja paqësore si rrugë e realizimit të objektivave. Geraldina Kola, zoti Berisha, ju dje me të drejtë deklaruat se krimi po poshtëron qytetarët me ndihmën e shtetit. Në 2005-ën ju arrestuat kriminalët më të rrezikshëm në vend, si Lulzim Berisha, Aldo Bare, u konfiskuan pasuritë. Sot krimi është pengesa kryesore për